Përshëndetje. Zonjë, koha juaj filloi. Faleminderit, nëse prezantohesh. Jam Shqipe Jovani, banore njësisë administrative Shupënjc, Bashkia e Bulqisë. Dua të falenderoj zotin Mazniku për këtë takim që ka bërë së dëgjese, sepse kur këto të PD. Takimi është i zotit Mazniku, i zotit Boçi po aq. Po, janë bashkëkryetar. Po, një minut, ju lutem, se jeni gjumë këto të PD-s mjaft deri të shti. Duket nga viti 2015 që është bërë reforma, edhe sot, këto të PD-s nuk do kënaqen kur ajo punë ka marrë fund. Në kohën e vet i merrshin vendimet vetë dhe nuk pyetsin antarët e Partisë Socialiste ose grupin tjetër ekspert Partisë Socialiste. Jemi ne ato që jemi të rejtë zvar, janë këto ato që kanë hangër vitet e veta Partisë Demokratike dhe ne jemi të rejtë zvar se ishim antarët Partisë Socialiste. Dhe sot zoti Mazniku merri vendimet ashtu si ka marrë Sali Berisha në kohën e vet. E para, e dyta, të lutem. A do më fokuso, zonjë, për reformën? Do marroj 3 minutat e mia dhe do të... Jo, për reformën. Shërbimi në Bashkinë Bulqisë jam shumë e kënaqur që kam një zonjë kryetare të Bashkisë Bulqisë, sepse shërbimet janë në mënyrë prefekte. Vërtet jam një punojse e thjeshtë njësisë, por çdo punojse që ka trokit derën tonë, kemi një shprehje Shupënjc ne, bujrëm, dhe asnjë punojse dhe asnjë banor i Shupënjcës nuk është kundra. Sa për licencën e fugonave që tha banori i fshatit, në kohën e PD-s ato i merrshin fugonat, sot ham ne që jemi. Të lutem, zonjë, për reformën. Për reformën. Të lutem, jam shumë e kënaqur që të shikoj sot, sepse vllaim vetëm pse ishte simpatizant i PD-s me 3 lart oficer e kanë heq nga puna këto do trit. Jemi jashtë. Një minut, nuk jam dakord që bashkitë të mbyllen. Populli është i kënaqur, Partia Socialiste ka punu. Çepe, jam të folun, hajde mbyllë. A në gjove, zoti Mazniku, bashkitë mos i lëvizni, ju lutem shumë. Çdo banor shërbehet nga bashkitë dhe njësitë administrative Shupënjc. A jeni dakord edhe ju Bashkia Bulqisë duket, nuk u pëlqen këty në PD-s po punon në mënyrë prefekte. Sa rrugë, sa ujësjelca, sa kanalizime janë bo, nuk u pëlqen dhe rruga arbit. Kur mos u pëlqen, sa s'tisht u ka pëlqen puna qeverisë të Tiranës këtyne. Okej? Kaq kisha unë, kur mos u pëlqen, se në kohë vetë s'ka punu kur gjo, vetëm kanë shem 97-ën, nuk kanë bë puna, dëgjove, të gjithë e dim po s'u pëlqen këtyne, se Partia Socialiste me Tiranën o të punu, edhe të punoj të plasin këto. Deputet, nderuar kryetarë këshillave, kryetarë të bashkive, unë do të ndalem, do të flasë edhe si ish kryetar bashkie, por edhe si pjesë e Komisionit të Reformës Territoriale, do të ndalem në disa aspekte. Reforma 2014-ës ka qenë një ndër reformat më të mira në këto 36 vite. Du të kthej pas në kohë ato 373 komuna ku ishin vetëm për 373 drejtues, ku shërbimet ishin në mënyrën më të keq menaxhuar, ku nuk ishin as fuqin më minimale të pagunin taksat, pagunin pagat, të pagunin shpenzimet, po të marrë disa bashki ku vetëm kancelari kishin mundësi të bënin në prokurorinë e tyre publike, nuk mund të flasim as për kanale vadice, nuk mund të flasim as për rrugë, nuk mund të flasim as për shërbim pyesh, nuk mund të flasim as për shërbim komunitetit, nuk mund të flasim pas çdo shërbimi. Reforma territoriale solli 2 gjëra të mira ku bashkit u kthyn në shërbim të komunitetit, ku zhvillimi në 61 bashkit, ku si fillim filloi me pagesën e borxheve të prapambetura të 373 ish njësive administrative të atyre kohëve, ku disave nuk u pëlqejnë se 3 çereku ishin ish kryetar komunash që folën deri tani, dhe më vje keq për ta, por nuk është e pamundur sepse kemi 2 anë medalje, dhe së dyti filloi me investimet në të gjitha sektor dhe aspektet, ku bashkit u bën vetë investuese për herë të parë, ku bashkit me taksa e qytetarëve arritën t'u aktheni po prapë qytetarëve në investime, në shërbime dhe të gjitha aspektet e tyre. Ne kemi shumë thjesht, shikojmë bashkinë e Dibrës, të Bulqizës, të Klosit edhe të Matit. Është një shembull konkret ku çdo banor i këtij qarku
i këtyre territorëve të njësisë administrative e din shumë mirë se si është shërbimi midis ish kryetarëve të komunave apo shërbimi sot i kryetarëve mbaroj koha dhe pak. Pjesës administrative të bashkive. Ndaj, reforma ishte shumë e suksesshme, reforma ishte shumë produktive dhe unë them me plot bindjen që ka qenë një ndër reformat mira ku sot bashkit jo vetëm që ecin me këmbët e tyre, jo vetëm që investojnë me këmbët e tyre, po arrin të menaxhojnë territorin që kanë administrim, arrin të jenë çdo kohë shërbim komunitetet banorëve. Tash mund vjen keq që disa nuk e duan, po koha e 373 njësive vendore, ku unë këtu më vjen keq se kam ish kolegun tim në Zirizvanin që e di shumë mirë se zgjendja e mori bashkinë në 2015 me ish komunat. Zoti Agron, mbaroj. 3 minuta. Faleminderit. Faleminderit ju. Zotria pas jush. Zotria pas jush. Tash me i respektu njëri tjetrin. Zotria pas jush. Koha filloi. Përshëndetje. Jam Nuri Dema nga Qendra Administrative Shupënc dhe flasim tani se flasim për këto që jo janë rregullu punë, janë rregullu punë. Asnjë gjë s'është rregullu. Fugoni një qytetar i fshatit Shupënc duhet me nalë me zbrit në Maçellar. I keni edhe fugonat i keni bë që i keni da me zona. Nuk ka fugos, nalet fugoni s'te merë. Qa kemë kam ras vdekje, do zbres tu. Jo, thot se më gjobit, më ka hek patenten. Se rrise ka morë një patronazhist licencen, edhe do të me matë atë patronazhistit, do të me matë shpinë, se ka morë licencen aj, edhe su nalet. Jam tani këtu qa bëhet. Ama funksionale kjo gjë, se kemi pas shkët mojmë një shërbim, ta mojmë sot, ta mojmë agjin në kurbin. Si një shërbim, arkiven. Po, arkiven, ma shumë bukëm ka dalë se më të folë, nuk në gjutëm, se më kalin minutat. Për ato të folë unë ty. Edhe unë kështu them, fito minutat, mos u merr me tjerët. Mesa do të bëj gallat, se këto i kanë licencat e fugonave, pa ne folim shumë. Se janë bloku gjithë licencat e fugonave. Sot ke Afrim Kacin, që është shoferi vjetër, nuk ka licencë fugoni. E ka morë njëri që ka bëhë, thatë, bëkash vota në Gjoric, edhe ja kanë dhënë licencën, edhe hikin shoferat, që kanë më këto orë të i thash, pa prit mështë në zbëris për sa gjeri, disë shau për kamsh. Dera hap, thamë filmi Maxi. Qa është më ki Maxi, thash orte se jetë vra për sa gjeri në kotë. Edhe këtu s'ponalin, e kuptoni sari të bëhë. Jini do e su se ne s'dim me folë me fjatë më dhe, se s'kemi shumë shkollë. Se u kemi lonë ju të shkollume, që ne keni bëhë këtë reform, e keni bëhë lëmës. Ma mirë zishtu, nuk ka. Se që du bëm, trapasim duhet që imi të knashëm me reformen. Komunat, kuj lam? Ku është komune Shupënc? Ka më shumë punojnës? Ja, ku ke punojnës? Komunë Shupënc. A ka pas më shumë punojnës komune Shupënc? A ka tani? Ka tani punojnës më shumë si qendra administrative. Se se letë të votoj. Të votohet bëhet komunë. Dua një grua. Ta mor me vot, asni dhëj, shkëtu për i kërkes, thot prit, kur të bët 10 kërkesa me letër për shkrim, kur të vi kërkesa pi ati që foli, që tha, është bë mirë, korap kika, tha, ka bë afërsie, a bë rruga këshu, 10 letra e ma atje. U kry, falemderit. Okej. Dua të dëgjoj një zonjë. Falemderit. Tani, me tregu që jeni burrat vërtet dhe alamet zotrinsh, atë japim vëmendje një zonje, ju lutem.